Shtëpia më e famshme në Shqipëri, pra Big Brother VIP Albania 5, ka hapur dyert për një festë që do të mbetet gjatë në memorie. Sot, muret e Big Brother nuk rrethojnë vetëm lojë dhe strategji, por dëshmojnë një premtim dashurie midis dy personazheve që kanë fituar zemrat e publikut, Selin dhe Gimbo. Në ndritat vezulluese dhe dekorin përrallor, të gjithë banorët kanë lënë pas debatet e javës. Sot nuk ka nominime, por vetëm urime. Të veshur me elegancë, banorët janë shndërruar në dasmorët më të zhurmshëm, duke krijuar një atmosferë hareje që vetëm një familje e madhe mund të krijojë. Produksioni dhe Ledion Liço kanë reaguar dhe kanë shpjeguar që do të ketë shumë surpriza dhe të ftuar special. Nuk mund të ketë dasmë shqiptare pas zjarrin e këngës popullore. Surpriza e mbrëmjes, e madhja Artiola Toska ka ndezur skenën me zërin e saj unik, duke bërë që i madh dhe i vogël të kthejnë vallet e traditës. Bashkë me të, edhe shumë artistë të tjerë të ftuar kanë sjellë magjinë e skenës brenda shtëpisë dhe do ta kthejnë oborrin në një koncert të vërtet dashurie. Selin dhe Gimbo kanë treguar se edhe në kushtet e një izolimi dhe në vëzhgimin e qindra kamerave, ndjenjat e pastra gjejnë rrugën për të lulëzuar. Kjo dasmë nuk do të jetë thjesht një spektakël, por një moment njerëzor që na kujton se dashuria fiton mbi çdo lojë. Do të shikojmë se si kjo situatë apo kjo dasëm do të shkojë, pasi ka patur shumë reagime nga banorët dhe Rogerti, Miri apo Juela kanë bërë plane së bashku për të prishur këtë dasmë dhe kjo gjë ka mbajtur të gjithë njerëzit që shikojnë këtë format të ngulitur pas ekranit për të parë se cili do të jetë veprimi apo akti që këta tre banorë do të bëjnë për ta prishur këtë dasmë. Ndërkohë, Selin dhe Gimbo po mbajnë syt katër për të parë çdo banor nëse ata kanë qëllim të mirë apo të keq kësaj dasme. Kjo edhe shumë surpriza të tjera do t'i presin çiftin, pasi ata nuk kanë dhe nuk janë asnjë në dieni për çfarë do të ndodhë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se kjo dasëm do të shkojë ashtu siç duhet, apo do të ketë dinakëri mes banorëve dhe do të prishin dhe të shkatrojnë këtë ditë të bukur të çiftit? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalin tonë. Ju faleminderit.